Në emër të popullit, Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, në çështjen penale ndaj pandeurit Glauko Njufca, i akuzuar për veprën penale, përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm, kanini 375, paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i akuzuar sipas aktakuzës së prokurorisë themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, në bazë të nenit 365, sot me datë 28/8/2026, merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. I pandeuri Glauko Njufca, me të dhënat personale si në shkresat e lëndës, në bazë të nenit 363, paragrafi 1, në paragrafin 1.3 i Kodit të Procedurës Penale, lirohet nga akuza. Për veprën penale përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375, paragrafi 1, pasi që nuk është provuar se i njëjti ka kryer veprën penale që i vjen në barë. Shpenzimet e procedurës penale i vjen në barë të gjykatës. Palët kanë të drejtë ankese ndaj këtij aktgjykimi në afat prej 30 ditësh në gjykatën e apelit përmes kësaj gjykate. Aktgjykimin e plot me arsyetim do ta pranoni pasi të përpilohet brenda afatit ligjor. Ditën e mirë, faleminderit.